theksoj që ishte ndër të parët që futi nocione që ne ende sot janë të reja për grupin e studiusve. Ai bëri kompjuterin e parë, klasterin e parë ose kompjuterin e parë paralel, që ende ne sot kemi një HPC që është në gjurmët e një pune të nisur prej tij. Ai doktoroi dhe zhvilloi tema të cilat janë risi dhe vazhdojnë të jenë tema të avangard me zhvillimin e shkencës së fizikës dhe më gjërë se kaq. Unë kam qenë nuk pata fatin të jem doktorantja e tij, por kam bashkëpunuar me të, se si thua isha një doktorante në tentativë dhe më vjen mirë që të them në fillim të viteve 2000 propozimi i temës së tij ishte përdorimi i ekuacioneve diferenciale me derivate të pjesshme dhe aplikimet në bursë. Pra janë tema që ne sot flasim dhe mendoj që janë ende tema të reja dhe mund të nxisin dhe vazhdojnë të nxisin kërkues të rinj dhe studiues të rinj. Unë ndihem mirë gjithashtu të them se ai ka dhënë dhe kontributin e tij përveç se shkencor, ashtu edhe administrativ. Ai ka shërbyer edhe si zëvendës dekan për kurrikulat e ciklit të parë dhe të dytë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Është e njëjta strukturë që vazhdon edhe sot e kësaj dite pas më shumë se 16 vitesh. Pra, karriera e tij dhe kontributi që ai ka dhënë në Fakultetin e Shkencave nuk kanë të numëruar, por këto që unë përmenda janë në linjat kryesore dhe mendoj se ai mbi të gjitha ishte një mik i mirë dhe që dinte se çfarë kishte vlerë në një moment të caktuar. Unë ndihem krenare për atë që ka lënë, për atë produkt që ka lënë dhe qoftë gjithmonë i paharruar dhe ashtu do jetë. Faleminderit. Të nderuar miq, faleminderit për praninë tuaj në këtë takim që i kushtohet profesorit dhe akademikut Artan Boriçi. Ne zgjodhëm që në këtë veprimtari, kujtimin e tani ta ndërtojmë përmes ngjarjeve më madhore që po përjeton fizika e shekullit, ku ai jetoi dhe kontriboi si një fizikan i shquar. Unë vete kam menduar të flas disa gjëra që ai do të pëlqente të dëgjonte në një ceremoni të ditëlindjes së tij, ku pa dyshim sfida e zbulimit të jetës jashtëtoksore do të ishte e preferuar e tij e veçantë. Jeta jashtë planetit ton ka qenë një mister i përhershëm për njerëzit, mister i cili në pamundësi për të zgjidhur ka marrë hera herës edhe forma fantazie të shfrenuara, edhe forma paranojash, edhe forma idesh heretike të ndërshkuara me turra drush në periudhat e errta të historisë, edhe forma sajesash e trillimesh nga më të pabesueshmet në epokat e komunikimit modern. Por gjithmonë zbulimi i kësaj jete ka qenë një ëndër, dhe si e tillë do të ishte patjetër një mision themelor i fizikës. Deri para një shekulli ky mision dukej tërësisht i pamundur. Më vonë filluan përpjekjet për ta kthyer në një projekt kërkimi shkencor. Në fund të shekullit të shkuar, ai u kthye në një realitet të prekshëm. Planeti i parë Planeti i parë jashtë sistemit ton diellor, apo ndryshe egzoplaneti, u zbulua në vitin 1995. Ai ndodhet 50 vite dritë larg nesh. Ky që suksesi i parë pas mira vite hipotezash. Dhe si i tillë, zbuluesit e tij e merituan çmimin Nobel. Ai që përgjigja e parë pozitive ndaj pyetjes që kishte lindur njëkohësisht me njerëzit: a jemi ne të aftë ta gjejmë jetën jashtë nesh? Sepse jetën dhe inteligjencën jashtëtoksore e kërkojmë në planete, të cilët janë trupa që sillen rreth yjeve të tyre njësoj si toka rreth diellit. Mas kësaj dite të zbulimit të egzoplanetit të parë, që përkoi me fundin e shekullit të shkuar, zbulimi i tokave të reja u kthye në një deg të veçantë dhe prioritare të kërkimit e të teknologjisë së vërejtimit. Hovi i saj ka shënuar shekullin e 21. Ai na emocionon të gjithëve, sidomos ne fizikanëve, bashkë me disa zbulime të tjera marramëndse, si gjendjet e ndërthurura në mekanikën kuantike apo zbulimi i valve gravitacionale, bashkë me hapat e njëpasnjëshëm për pushtimin e hënës apo zbritjen e njeriut në Mars. Unë ndala te egzoplanetet në këtë ditë përkujtimore për kolegun ton të paharruar dhe mikun tim të afërt Artanin për një arsye më shumë.
se pikërisht në këtë sallë 6 vjet më parë kemi zhvilluar një takim publik në lidhje me egzoplanetet dhe zbulimin e tyre. Salla ishte plot me miq si sot, dhe tani Adit mori rolin e folësit kryesor, ndonsa i vetë studionte antipodin e megabotës së yjeve dhe planeteve. Artani ishte studius i shquari i mikrobotës, të bërthamave e të grimcave elementare. Ato i eksploroi me talent dhe vullnet. Atyre u kushtoi artikuj në revistat më të rëndësishme botërore dhe në konferencat e rangut më të lartë. Për to fliste plot pasion si me studentët, ashtu edhe me kolegët MNZ të fushës së tij. Por Adit, 6 vite të shkuara, ai mori me shumë kënaqësi këtë rol, sepse po flitej për një librin tim që sapo kishte dalë. E mori atë rol të folësit kryesor që të më mbështeste mua, si një shok mbështet shoqen e vet të pandar për 30 a 40 viteve. Më mbështeti siç e ka bërë dhe shumë herë të tjera gjatë veprimeve që ka marrë në jetën time universitare, siç edhe unë e kam bërë për herë për Artanin. Atë 6 vite të shkuara, treguam se ishin zbuluar 4000 eksoplanete. Sot numri i tyre po shkon drejt 6000. Ato janë të larmishme te çdo imagjinate, sa do të shfrenuar të paraardhësve tanë. Planete të vogla sa Toka, por edhe më të mëdha se Jupiteri. Planete të ngrira e planete përvluese mira gradë. Por edhe planete të mbuluara tërësisht nga uji, planete shkëmbore metalike, planete me stinë ekstreme, planete me një faqe që zgjigjet zjarr e me tjetrën përjetësisht të ngrirë, planete paradiziake me temperatura të moderuara, planete shumë afër njëra tjetrës së yllit të tyre e planete që i kanë ikur yjeve e enden të lirë në errësirën galaktike. Ka aq shumë larmi sa duket sikur natyra i ka krijuar për të na ftuar të zgjedhim se ku duam ta çojmë e ta prehim shpirtin pas largimit nga bota jon. Ndoshta këtë ka bërë edhe tani me shpirtin e tij për herë të lirë. Ju ftoj të shihni me sy tuaj të ardhmen e zbulimit të egzoplaneteve e bashkë me to edhe të jetës jashtëtoksore. Në 1995 kishim 0, në 2018 kishim 4000 dhe sot kemi 6000. Një rritje thuajse eksponenciale në sajtë një radhe instrumente zhvërejtimi të zhvilluara për këtë qëllim. Sateliti Korot, i hedhur në 2006, misioni Kepler, i hedhur në 2009, sateliti Gaia, i hedhur në 2013, pa harruar teleskopët toksor, 2 prej cilëve i kam paraqitur në ekran, teleskopin EPIC 2000D në Francë, ku zbulua egzoplaneti i parë, dhe 2 teleskopët Keck në Havaj, ku është zbuluar egzoplaneti Arbor, një emër që ja vun shqiptarët në vitin 2022. Më tej duhet përmend teleskopin James Webb, i hedhur në 2022, teleskopin TESS të hedhur në 2018, teleskopin Keops të hedhur në vitin 2019. Të gjitha këto instrumente, por edhe të tjera, janë autorët e numrit 6000 që rritet dita ditës. Ndërkohë janë në përgatitje misioni Plato, që do hidhet në 2026, Extremely Large Telescope, i cili do të filloj të operoj në Kilin në 2025. Aty kam shënuar disa parametra për të treguar madhështinë e këtyre eksperimenteve. Teleskopi hapësinor Nancy Grace Roman në vitin 2027, teleskopi hapësinor Ariel në 2029. Në të ardhmen më të largët, interferometra gjigant hapësinor do të bëjë një hartë të detajuar të planeteve. Mundet edhe që sondat të nisen drejt tyre për të marrë imazhe të afërta. Teleskop të mëdhenj hapësinor deri në 18 metër në diametër po projektohen për të gjetur shenjat e jetës ande nga viti 2050. Unë besoj, shumë besojnë, se shekulli 21 do të jetë epoka kur njerëzit do ta zbulojnë jetën jashtëtoksore. Artani, unë të gjithë ne, patëm fatin të jetonim në epokën kur gishti jon mundi të tregoj se ku ndodhen planetet jashtëdiellore. Fëmijët tanë, Dalini që është fizikan, apo niprit e mbesat, një ditë do të mund të ngrenë gishtin për të treguar, ja, atje ka jetë. Ne nuk do të ndodhemi aty, por ata ndërkohë do të jenë duke menduar për ne. Ashtu si ne sot mendojmë për ata që ikën përpara nesh. Dhe kjo është diçka shumë e bukur. Faleminderit.
nderuar pjesëmarrës, dashur kolegë, faleminderit që jeni sot këtu mes nesh për të kujtuar profesor Artanin. Ne menduam kur do organizonim këtë aktivitet ashtu siç thanë edhe parafolësit, që ta kujtonin profesor Artanin nëpërmjet mënyrës më të mirë që ai do të donte. Nëpërmjet një aktiviteti me kumtesa shkencore dhe kontributit që ai ka dhënë në të gjithë këto element. Unë vi këtu në fakt si një produkt i profesor Artanit. Rrugëtimi im ka nisur si studente, më pas si kolege, si doktorante profesor Artanit dhe për mua është nder dhe kënaqësi që mundohem të vijoj rrugën që ai ka nisur. Kur mendova të prezantoja diçka në këtë aktivitet, mendova që do kisha sigurisht dhe mjaft student dhe thash do ndalem se si unë u njoha me një drejtim të ri që deri në vitin 2009 në fakt nuk e njihja. Ishte një drejtim i ri për mua, sigurisht, kromodinamika kuantike rjetore. Impakti i parë më është dukur sigurisht e një ndër drejtimet më të vështira me cilat mund ta hasesha, por fal përkrahjes të vazhdueshme dhe inkurajimit të vazhdueshëm të profesor Artanit, unë vijova këtë rrugtim dhe së bashku me doktorantën tjetër të profesor Artanit, Dafina Xhakon, ne u munduam të krijonim një grup që profesor Artani në fakt e mendonte ta bënte gjithmonë më të madh. Po e nis me 2-3 gjëra shumë të shkurtra dhe më shumë për të përkujtuar dhe rrugëtimin tim dhe se si u njoha me këtë drejtim të ri, për ta përmbyllur pastaj me një ndër aktivitetet në nder të një kontributi që profesor Artani ka dhënë në kromodinamikën kuantike rjetore, që janë pikërisht fermionet minimalisht të dubluara. Ndoshta ky prezantim është më tepër një prezantim shumë i shkurtër për një nga të rejat e fizikës në këtë shekull, ashtu siç tha dhe Zysh Mimoza. Ndoshta shumë elementeve të këtyre thash mendoja që do kisha një auditor edhe student dhe u ndala në disa nga elementët e kyç të fizikës së bashkëveprimeve të forta, por do i biskip shumë prej tyre. Në vitet e para të fakultetit, në master konkretisht, unë sigurisht isha njohur me një ndër teoritë kryesore që studionte bashkëveprimet e forta, kromodinamikën kuantike, dhe në vija të përgjithshme ata që janë fizikanë e dimë për çfarë ku fokusohet kromodinamika kuantike rjetore, është në thelb pjesë e modelit standard të grimcave elementare, të cilat profesor Artani e përmendi Zysh Mimoza i donte shumë dhe i kishte në çdo moment pjesë të vetën. Në këtë model grimcat kryesore sigurisht janë kvarket dhe gluonet dhe dy veti kryesore të kësaj teorie janë liria asimptotike, pra grimcat fillen si të lira në distanca të shkurtra, dhe mbusia. Njëra prej këtyre njëra prej këtyre vetive ka marrë dhe çmim Nobel në fizikë në vitin 2004, ndërkohë dukuria tjetër ishte e vërtetë që të vërtetoj në mënyrë analitike dhe pikërisht, jo vetëm kjo, por dhe shumë elemente të tjerë, në energji të ulta, shumë element të këtyre bashkëveprimeve nuk mund të studioheshin dhe kishte nevojë për formulime të reja. Pikërisht, ky formulimi i ri, të themi, ishte kromodinamika kuantike rjetore, me të cilën unë jam njohur në vitin 2009. Është propozuar sigurisht herët në vitin 1974, profesor Artani ka kryer, të gjithë e dim që ai ka patur një profil shumë të fortë si fizikan dhe si matematikan në fakt, sepse kjo është një teori që do baza shumë të forta edhe matematike. Në thelb, gjithë ideja është që gjithë hapësira e diskretizuar, hapësira e vazhduar diskretizohet në një rrjet hapësirë kohe euklidiane dhe në çdo nyje vendosen praktikisht kuartet dhe bashkëveprimet që janë gluonet, janë lidhjet. Pa u ndalur në këto detajet, e thash për studentët, unë do kem mundësi që i paraqes herë të tjera me studentët e mi këto element.
Një ndër problematikat e kromodinamikës kuantike rjetore është pikërisht diskretizimi i veprimit fermionik, e cila le disa pasoja, të cilat janë shfaqja e dublantëve ose nëse eliminohen dublantët, sigurisht thyet simetria kirale. Këtu kemi një teorem shumë të rëndësishme në fakt që thotë që nuk mund të formulohet një teori rjetore që të kënaqë të gjitha kushtet, të ketë ruajtje lokaliteti, të ruajë simetrinë kirale, të ruajë simetrinë hiperkubike dhe të ketë mungesë dublantësh. Disa nga diskretizimet e propozuara të operatorit të Diracut kanë qenë ai formulimi naiv i Wilsonit në vitin 1974, fermionet lëkundëse të propozuara në 75-ën, fermionet e mureve domenore dhe të mbulimit dhe fermionet minimalisht të dubluara, të cilat kanë dy formulime kryesore në fakt, që janë fermionet Karsten-Wilczek dhe Borici-Kreutz. Emri profesor Artanit përmendet shpesh nëpër artikujt e kromodinamikës kuantike rjetore dhe veçanërisht në ato që flasin për fermionet rjetore dhe algoritmet e invertimit. Pikërisht unë për herë të parë me fermionet minimalisht të dubluara, Borici-Kreutz, jam njohur në 2010-ën kur profesor Artani pasi i kishte propozuar dhe bëri buj, sepse Kreutzi, për të cilin unë shumë herë kisha dëgjuar nga profesor Artani dhe pata nderin të takoj 2 vite më parë në një nga aktivitetet që u bën pikërisht për këto formulime rjetore. Në 2008-ën, profesor Artani teorinë e Kreutzit në rjeta heksagonale e formoi në rjeta ortogonale dhe u munduam që ti bënim të njohura për të gjithë komunitetin e kromodinamikës kuantike rjetore në mënyrë që ato të përdoreshin për simulimet në këtë fushë. Karakteristika në fakt të këtyre fermioneve është fakti që ato janë lokale dhe nuk kërkojnë kohë llogaritse të madhe dhe sigurisht kanë dhe një dublim minimal, por kanë një problem të tyre që thyen simetrinë hiperkubike dhe unë gjatë gjithë studimeve të mia doktorale jam marrë me pjesën e restaurimit të kësaj simetrie me disa metoda të propozuara dhe ajo që kemi ndjerë me kënaqësi me profesor Artani ka qenë fakti që kur kemi krahasuar rezultatet me binjakun të themi fermionet Karsten-Wilczek, rezultatet kanë qenë të përshputshme dhe kjo na dha një satisfaksion sigurisht shumë të madh qoftë profesor Artani qoftë mua. E thash në fillim që dëshira e profesor Artanit ishte pikërisht ajo që të themelonte një grup që të punoni në këtë drejtim. Një drejtim i panjohur deri në 2008-2009 për ne. Ai u mundua shumë që të paktën të krijonte 2 drejtime kryesore, të cilat ne urojmë t'i çojmë më para. Një nga drejtimet që ne punojmë janë pikërisht fermionet minimalisht të dubluara dhe studimi vetive të tyre, dhe ne kemi një bashkëpunim të hapur në fakt në Universitetin e Wuppertalit me qendrën e superkompjuterave në Jülich dhe me Universitetin e Humboldtit dhe pastaj sigurisht dhe simulimet me këto fermione. Dhe drejtimi tjetër që profesor Artani ka punuar fort ka qenë ai metodave numerike të hapësirave të Krylovit në kromodinamikën kuantike rjetore, kryesisht algoritmet e invertimit. Dhe këto 2 drejtime janë ato për të cilat ne mundohemi të vazhdojmë ende të punojmë dhe të çojmë më tej punën kërkimore. Pikërisht në kuadër të këtij bashkëpunimi, në mars të 2023-shit, pikërisht qendra e fizikës teorike në Mainz, me nismën e një prej kolegëve të profesor Artanit, i cili her pas here ma ka thënë në fakt që tani ka qenë frymëzim për të vazhduar në këtë drejtim, Stefan Dur nga Universiteti i Wuppertalit, ne organizuam një workshop mbi formulimet e reja rjetore dhe teorinë e perturbimit dhe sigurisht përshtatja në HPC. Aty u prezantua pikërisht disa nga sfidat në fakt me fermionet Borici-Kreutz. Unë kam marrë thjesht 2-3 slajde nga prezantimi im në atë workshop një javor. Ajo që në fakt në atë workshop më ka bërë përshtypje, jo se nuk e kisha parë gjatë viteve të tjera, ishte që të gjithë pjesëmarrësit
e njihnin profesor Artanit dhe më kanë folur fjalët më të mira, qoftë si person që i ka motivuar, qoftë si kërkues shkencor. Ata që unë deri dikur, po më paska ikur slajdi i fundit, që doja ta kisha, që nuk e paska, ata që pikërisht slajdin e fundit, doja të tregoja të gjitha ata kolegët për cilët profesor Artani më kishte folur, Michael Kreutz dhe kolegë të tjerë, unë bata nderin të takoja aty dhe të dëgjoja fjalët më të mira për profesor Artani. Ato fjalë të cilat ne kemi detyrimin që t'ja u përçojmë dhe brezave në vazhdim. Unë në fakt e them shpesh herë me studentët e mi kur të paktën kur jap lëndën e programimit dhe fizikës llogaritse, e kujtoj gjithmonë profesor Artanin dhe të gjitha këshillat që ai më ka dhënë, qoftë në pjesën e mësimdhënies, ashtu edhe në pjesën kërkimore. Do doja ta kisha edhe këtë slajdin e fundit, por fatkeqësisht nuk e kam. Profesor Artani ka lënë një boshllëk të madh për gjithë ne, por unë do doja që vazhdimisht ne ta kujtonim në formën më të mirë që ai do donte nëpërmjet kumtesave shkencore. Faleminderit të gjithëve. Im është Dalim Boriçi, unë jam djali i profesor Artan Boriçit. Unë jam student i doktoratës në fizik në Paris, punoj me profesorin Cristiano Ciuti. Së pari ju falenderoj jashtëmase për organizimin e këtij aktiviteti dhe së dyti ju kërkoj ndjes që nuk munda të jem aty pranishëm me ju, qoftë edhe nëpërmjet Zoomit, sepse pikërisht në këtë orar jam i ftuar që të ligjëroj për një seminar në Collège de France. Unë, megjithatë, kam vendosur të regjistrohem edhe të flas në 2-3 transparent për punën që bëju në kërkim shkencor. Atëherë, do ju flas për izolatorët topologjik në prani të lëkundive zero të fushës elektromagnetike. Atëherë, topologjia në trupin e ngurtë është një temë të cilën unë e pëlqej jashtëmase. Madje një nga bisedat e fundit shkencore që kam pasur me babin ka pasur lidhje me topologjinë. Mbaj mend këtë pas lidhje me monopolet magnetike dhe defektet topologjike në fushat kalibruese. Dhe prandaj për mua ka një vlerë shumë veçantë, që atëherë mbaj mend që babi ishte shumë entuziast kur fliste me mua për të tilla problemesh dhe që atëherë e kam pasur me shumë qejf që të punoj në këtë fushë dhe jam shumë falendërues që punoj vërtet në këtë fushë tani. Atëherë me pak fjalë, çfarë është një izolator topologjik? Një izolator topologjik është një material, një trup i ngurtë, i cili në brendi është izolator, pra nuk përcjell elektricitet, ndërkohë që në skaj ka një mod përcjellës kiral. Kiral do më thënë që është ose në kaun orar ose kundër orar, por nuk mund të jetë në të dyja njëkohësisht. Një veçori shumë e rëndësishme e izolatorëve topologjik është që kanë përcjellshmëri gjatësore zero dhe përcjellshmëri të tërthor të kuantizuar. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që përcjellshmëria e tërthorit është një shumëfish i e katror përmbithës, ku e-ja është ngarkesa e elektronit dhe h-ja është konstanti i atakut. Dhe ky shumëfish, ky numër C që kam shkruar këtu, karakterizon topologjinë e fazës që kap funksioni valor duke integruar mbi gjithë zonën e parë të Brillouinit.
Dhe më pas zona parë e Bryluenit ekziston kur ti e ke sistemin tënd në një torus, dhe pastaj kur i hap ato kushtet kufitare, kjo topologji e funksioneve valore në brendi na krijon këtë modin skajor që ka përshtatshmëri kirale. Dhe çfarë është shumë e rëndësishme për këtë topologjinë e sistemit është që ajo është një karakterizues global. Dhe si i tillë është fare i pandjeshëm nga çrregullit lokale, nga papastërtitë të tjera më radh, dhe themi që sistemi është i mbrojtur topologjikisht. Dhe për ta prishur topologjinë e sistemit do duhet që të kishim çrregullime shumë të forta, të cilat kanë një rrjedhë shumë të gjatë veprimi. Tani efekti i hollit kuantik të plot, e kam shënuar EHKP, është përftimi i parë eksperimental i një gjendje kuantike topologjike. Çfarë është efekti i hollit kuantik? Është ky. Kemi një gaz elektronik 2-përmasor, nën veprimin e fushës magnetike pingul me të, elektronet ndjejnë forcën e Lorenzit edhe bëjnë ato përshkojnë orbita ciklotrone në brendi, ndërkohë që në skajet e materialit, duke u goditur në skaj dhe duke u pasqyruar, kalojnë nga njëra orbit në tjetrën. Dhe duke kaluar nga njëra orbit në tjetrën, krijojnë këtë modin kiral për cilën po flisja më përpara. Kjo është një pikpamje semi-klasike, pra gjysmë klasike, pra jo krejtësisht kuantike, dhe kur shkojmë në atë që quhet limitin kuantik, pra temperatura shumë të ulta dhe fushë magnetike shumë të lartë, në këtë limit rezistenca tërësore është e kuantizuar, siç mund ta shikoni, ndërsa rezistenca gjatësore është 0 sa herë që kemi një kuantizim të rezistencës së tërësoret. Atëherë çfarë ndodh nëse e çiftojmë hollin kuantik me lëkundin 0 të fushës elektromagnetike? Së pari, pse duam ta bëjmë këtë? Ne në trup në ngurt nuk e marrim fort parasysh lëkundjen e fushës 0 elektromagnetike, sepse ndikimi i saj në trup ngurt është shumë i vogël. Megjithatë, kohëve të fundit, fabrikimi i zgarveve me të cilat e ngjeshin jashtë mase modin fotonik, kanë bërë të mundur që ky çiftim mes lëndës kuantike dhe fushës fotonike të jetë shumë më i fortë. Dhe në këtë eksperiment që kanë bërë në Zyri, kanë treguar që efekti kuantik i Hallit prishet në pranitë fushave elektromagnetike kuantike, duke bërë një matje në zgabër dhe një matje në hapësirën e lirë. Zgabra është një zonë metalike që rrethon një boshllëk dhe boshllëku ka të formën e dy unazave, dhe prandaj quhet rezonator me unazë të ndarë. Fusha 0 është e rendit 1 volt për metër, që krahasuar me fushën 0 të hapësirës lirë që është 0,65 volt për metër, është jashtëzakonisht tepër shumë e madhe. Dhe në matjet e tyre të magnetëve transportit kanë treguar që së pari rezistenca e Hallit nuk është më e kuantizuar. Këtu me ngjyrë të kaltër kemi matin nën ndikimin e zgabërës, me ngjyrë të zezë në hapësirën e lirë. Mund shohim që, siç po i thoshëm më përpara, rezistenca e Hallit është e prishur, ndërkohë që pra nuk është më e kuantizuar, nuk është më e sheshtë, dhe ndërkohë minimumet e rezistencës gjatësore nuk janë më 0, por janë të ngritura.
Atëherë, nga ana teorike, ne e kemi shpjeguar këtë dukuri si një çiftim efektiv mes dy skajeve të materialit, një çiftim që është ndërmjetësuar nga shkëmbimi i fotonëve virtual mes dy skajeve. Dhe në qoftë se kthehemi te ajo figura që ju fola pak më përpara për një izolator topologjik, nëse ne kemi çiftim të skajeve me njëri tjetrin, marrim një material të ri i cili nuk është më topologjik, është shumë jo lokal dhe praktikisht e kemi prishur topologjinë. Kemi bërë dhe llogaritje numerike. Këtu kemi llogaritur në një gaz elektronik dypërmasor, kur them llogaritje e kam fjalën në makinë, në kompjuter, kemi llogaritur rezistencën e hollit, pra të tërthorën dhe atë gjatësore. Sipër kemi të tërthorën, poshtë kemi gjatësoren. Gjatësoria është qartësisht 0, sadoherë e hollit është e kuantizuar, dhe kur e çiftojmë me fushën elektromagnetike kuantike, shohim që rezistenca e hollit nuk është më e kuantizuar, ndërkohë që rezistenca gjatësore nuk është më 0. Pra, janë në marrëveshje janë të përputhshme me të dhënat eksperimentale. Këtu ju tregoj rrymat elektrike, pra densitetin e rrymave elektrike në material. Kemi projeksionin sipas x-it lartë edhe sipas y-it poshtë. Majtas kemi në hapësirë të lirë dhe djathtas kemi në zgavër. Siç e shikoni në rastin kur jemi në hapësirë të lirë, transporti shkon nga majta në djathtë, ku kemi diferencë potenciale, ndërsa në rastin ku kemi një zgavër, e cila çiftohet në hollin kuantik, kemi rryma elektrike që kalojnë nga njëri skaj në tjetrën, ashtu sikurse është parashikuar dhe në teori. Dhe së fundmi është bërë dhe një eksperiment i ri, i cili përkundër atij eksperimentit të parë ku ne e prishim topologjinë, ne mund ta bëjmë topologjinë edhe më të fortë. Varet se cilën topologji. Këtu bëhet fjalë për efektin e hollit kuantik thyesor dhe jo të plotë. Dhe ajo që kanë bërë në eksperiment është që bëjnë po të njëjtën matje, por në vend që ta kenë një anë me zgavër dhe një anë pa zgavër, zgavërn e kanë lëvizëse dhe e afrojnë me gazin elektronik, dhe në këtë mënyrë e bëjnë, mund ta ndryshojnë fuqinë e çiftimit. Nga shumë të dobët kur zgavra është larg, në shumë të fortë kur zgavra është pothuajse e kufitur me gazin elektronik. Dhe ajo që është vërejtur në eksperiment është që faza e hollit kuantik thyesor është më e mirë, është më e fortë. Kjo do të thotë që çarja energjetike mes gjendjes bazë dhe gjendjes së parë të nxitur është më e madhe. Dhe ne e kemi shpjeguar këtë dukuri me anë të daljes në pa të një bashkëveprimi të ri elektronik, të ndërmjetësuar nga fotonët në zgavër. Një lloj sikurse ndërmjetësohet ai bashkëveprimi elektronik tërheqës mes fononeve në material, që pastaj sjell edhe superprecellshmërinë. Fononët janë bozone, fotonët janë bozone, është e njëjta ide.
Këtu ju tregoj diagramën e Feynmanit për këtë bashkëveprim të ndërmjetësuar dhe këtu kam formulën e Hamiltonianit për këtë bashkëveprim. Kemi bërë llogaritje numerike dhe kemi treguar që çarja energjetike rritet me rritjen e çiftimit dritë lëndë. Këtu në të majt ju tregoj profilin e bashkëveprimeve. Me të zezë kemi bashkëveprimin kolumbian, me blu, me të kaltër kemi bashkëveprimin e elektroneve të ndërmjetësuara nga drita. Në të djathtë kemi këtë përdhimin skalar mes gjendjes së parë të eksituar dhe gjendjes bazë, dhe e shohim që struktura e gjendjes kuantike është shumë e përafërt, pra shkon nga 1.0 në 0.6, ndërkohë që energjia ndryshon deri në 30%. Kemi bërë gjithashtu një studim në limitin termodinamik, sepse ajo e mëparshme me diagonalizim eksakt në kompjuter është për sistem të vogël, me metoda analitike dhe me atë që quhet me funksion valor provë për gjendjen bazë edhe të parë eksituar, kemi treguar që me të vërtet kemi një rritje të çarjes energjetike mes gjendjes bazë dhe gjendjes së parë të eksituar. Tu me të zezë tregojmë çarjen energjetike si në rastin e bashkëveprimit kolumbian dhe me të kaltër në rastin kur i kemi të dyja së bashku. Ju falenderoj që më ndoqët. Do doja shumë që t'ju përgjigjesha pyetjeve nëse do të kishin ndonjë, por po ju them që do jem në qershor, kështu që takohemi në qershor, do ju flas më shumë për këto punime dhe mirupafshim. Faleminderit. Mirëdita të gjithëve. Unë quhem Giulio Boraku, aktualisht jam student në Universitetin e Sorbonës në Paris për fizik. Sot kam ardhur për të kujtuar ish profesorin tim, nga që dhe studimin bachelor i ka kryer në Fakultetin e Shkencave Natyrore. Pikë pari, as nuk e vën diskutim përgatitjen shumë të mirë që profesori ka pasur dhe përveç se kësaj, ai ishte në frontierë të kërkimit shkencor për grimcat elementare, por gjithashtu më ka bërë shumë përshtypje mendja hapësia që kishte profesori ndaj ideve të ndryshme që mund të kishin studentët. Për shembull, unë kam qenë student në lëndën e programimit me profesorin dhe me u thonë drejtën nuk kam qenë student i mirë në programim, sepse në atë periudhë kisha më shumë qef interpretimet e mekanikës kuantike dhe pavarësisht që profesori nuk është që u merrte konkretisht me këtë fushë, ai ishte gjithmonë i gatshëm që të më shtynte dhe të më jepte kurajo që të merresha me idetë që më dukshin më interesante mua personalisht. Për sot kam përgatitur një prezantim që në parim është shumë kompleks dhe për shembull për të shpjeguar vetëm evolucionin e mekanikës Newtonit nuk do të mjaftonte një klasë e tërë me 10 konferenca. Kështu që për 10 minuta besoj që të paktën mund të arrijmë që të kapim esencën kryesore që bëri të mundur lindjen e teorisë relativitetit përgjithshme të Einsteinit. Do ju ftoj gjithëve që të kthehemi mbrapa në kohë dhe të supozojmë që nuk i dim gjërat që kemi mësuar gjatë shkollimit tonë dhe të kthehemi në periudhën kur
ndolli revolucioni shkencor dhe që kontradita e madhe midis lëvizjes absolute dhe lëvizjes relative, pra kriza që shkaktoi sistemi kopernikan i botës. Edhe dua që të vej një klap në këtë pikë pyetja a është toka ajo që rrotullohet rreth diellit apo është dielli ajo që rrotullohet rreth tokës, nuk është as pak një pyetje filozofike, është një pyetje që prek themelet e teorisë të relativitetit, pa përmendur sistemin e mekanikës që ndërton Newtoni. Nga shumë historianë shkencës mendohet që parimi kyç që bëhet mundur revolucioni shkencor ishte parimi i inercisë, që ka pasur patjetër disa afrime nga mendimtarët e antikitetit, por për herë të parë formulojnë në mënyrë që ne e përdorim ende sot Galileo Galilei, që siç e dim gjithë një trup mbi të cilin nuk vepron asnjë forcë, ose qëndron në preje, ose vazhdon lëvizjen drejt vizore të një trajqme. Tani, kur e përkufizojmë inercin në këtë mënyrë, lind natyrshëm pyetja, inercia e një trupi është gjithmonë e njëjta apo ndryshon kur ka trupa të tjerë afër këtij trupi që po studiojmë? Eksperimentalisht nuk është kapur asnjë influencë e tillë, sidomos dhe në kohën e Newtonit, dhe kjo e shpuri Newtonin që të thonte që inercia e një trupi është veti e brendshme e trupit. Mbas formulimit të parimit parë, Newtoni formulon të famshmin ligj të dytë Newtonit, që siç e dim forca është e barabartë me masën e nxitimin e trupit, por në lidhje me çfarë? Lidhje me çfarë? Le të imagjinojmë tani, siç tham në fillim, diellin sistem referimi të palujshëm dhe tokën që rrotullohet rreth diellit. Këtu në këtë sistem referimi ligji i dytë i Newtonit aplikohet. Dielli shkakton një nxitim qëndërsynues të tokës, të cilën e bën atë që të ndryshojë vazhdimisht shpejtësinë e saj. Në këtë mënyrë ajo rrotullohet rreth diellit. Por nëse ne supozojmë sistemin e kundërt, pra që toka është në qendër e palëvizshme dhe dielli rrotullohet, ligji i dytë i Newtonit nuk aplikohet dhe në këtë pikë jemi të detyruar që të shtojmë në thojza forcat inerciale dhe disa për tyre nuk kanë as burim fizik, por varen nga sistemi referimi nga i cili ne përdorim. Newtoni pikën kryesore e ka në formulimin e hapësirës absolute. Nuk është që e formulon hapësirën absolute sepse ai ka jetuar shumë kohë më përpara dhe ne tashmë modernët na duket absurde çfarë ka bërë Newtoni, por Newtoni ka pas arsye shumë të forta pse ka formuluar një hapësirë absolute për të ndërtuar sistemin e vet. Tani, sipas Newtonit, jo të gjithë sistemet e referimit janë ekuivalent për formulimin e ligjeve të lëvizjes. Ekzistojnë në natyrë një bashkësi speciale sistemesh referimi, pa ato ndaj të cilave ligjet e Newtonit vlen dhe quhen sisteme inerciale. Tani, ekzistenca e këtyre sistemeve inerciale bën që të lindin natyrshëm dy pyetje. Një, pse duhet që në natyrë të ekzistojë një grup i veçantë sisteme referimi? Çfarë arsye ka? Domethënë, këto janë pyetje që ka bërë Newtoni. Pyetja e dytë. Çfarë vendos se kush janë këto sisteme të veçantë? Me anë të çfarë gjëje ne mund ta vendosim që ky sistem referimi është sistem inercial, duke marrë në konsiderat të gjithë universin dhe të gjithë trupat që bashkëveprojnë me njëri tjetrin gravitacionalisht. Newtoni përgjigjen e këtyre pyetjeve, siç e thash, e jep duke postuluar ekzistencën e një entiteti që e quajti hapësirë absolute. Atëherë, me përkufizim, lëvizje absolute është lëvizja në lidhje me hapësirën absolute. Dhe nxitimi që i referohet Newtonit tek ligji i tij i dytë është nxitimi absolut. Pra, mendoj që është shumë e rëndësishme në momentin që studentëve i mësohet ligji i dytë i Newtonit që të vënë pa
kjo pikë që tek ligji i dytë i Newtonit, nxitimi është nxitimi lidhe me hapësirën absolute. Ose, një shembull tjetër më konkret. Të gjithë kemi ngjuar për lavjersin e Foucault's, që në përgjithësi thuhet, ky lavjerës vërteton rrotullimin e tokës rreth vetes. Po lidhe me çfarë? Përsëri, lidhe me hapësirën absolute. Sepse edhe në kohën ku është konceptuar lavjersi i Foucault's, mekanika newtoniane ishte ende në këmbë dhe dominonte mendimin fizik. Tani, në këtë pikë, problemin dhe të cilit Newtoni ndodhe përballë ishte ky. Lëvizja absolute nuk mund të vëzhgohet në mënyrë direkte. Në fakt, në eksperiencën tonë përditshme, në këtë kaos lëvizjesh, si ta dallojmë ne lëvizjen absolute? Dhe Newtoni, me atë një eksperimenti të tij konceptual që ende sot në fizik nuk është zgjidhur, mendoi që ky eksperiment dha përgjigjen që ne e kemi të mundur ta dallojmë që kjo lëvizje është absolute. Eksperimenti në fjalë është kova e Newtonit. Le të imagjinojmë një kovë e cila është mbushur me ujë. Këtu po flet Newtoni, domethënë, tekstualisht tek principja vet. Kjo kova me ujë ka një litar i cili ka një torsion sepse është rrotulluar kova dhe e fillon eksperimentin pa e lënë litarin. Uji, sipërfaqen e tij e ka të sheshtë. E lirojmë litarin dhe kova fillon të rrotullohet rreth vetes. Gjatë kohës që kalon, kova i transmeton me anë të fërkimit lëvizjen e vet ujit dhe uji fillon të merr formë konkave. Mbasi xhiron kova, e ndalojmë kovën. Mbasi kova ndalon, uji vazhdon ende të rrotullohet dhe e ruan formën e tij konkave. Newtoni me atë eksperimenti arrin konkluzionin që forma konkave e ujit nuk mund shpjegohet si lëvizje relative ndaj ujit me kovën. Pse? Sepse, siç tham në fillim, uji ishte me sipërfaqe të sheshtë dhe nuk kishte asnjë lëvizje relative me kovën. Pra të dy ishin në prerje në lidhje me njëri tjetrin. Kur ne ndalojmë kovën, uji ka lëvizje relative me kovën, por tani e ka formën konkave. Por edhe më para, gjatë kohës që uji rrotullonte bashkë me kovën, e kishte formën gjithashtu konkave. Kështu që sipas Newtonit, hapësira absolute ekziston me që forma konkave e ujit, siç tham, nuk është e shpjegueshme nga lëvizja relative e ujit me kovën. Ky ishte qëndrimi i Newtonit që 10 vjet mbas publikimit të veprës tij mëmallore, pati reagim shumë tashpër nga Leibnizi dhe nga një filozof irlandez i cili quhej George Berkeley. Për këta, lëvizja ishte tërësisht relative. Në fakt, George Berkeley thonte që Newtoni ka nxituar kur thotë që ekziston hapësira absolute në bazë të eksperimentit vetëm me kovën. Sepse Newtoni po thotë që forma konkave nuk është e shpjegueshme nëpërmjet lëvizjes relative të kovës dhe ujit, por Newtoni nuk po merr konsiderat lëvizjen relative të ujit në lidhje me materjen që e rrethon atë. Dhe George Berkeley, me pozicionin e vet relativist, thotë që forma konkave që merr uji është relativisht me yjet që ndodhen në univers. Këtu po afrohemi afër parimit Mahut. Ernst Mach, filozof fizikant austriak. Mahu është prekursor i Berkeleyt dhe në esencë diskutimi që bën Mahu është po i Berkeleyt, por Mahu ka meritën që në një kohë që autoriteti i Newtonit ishte i pakundërshtueshëm, ai shkruajti një libër shumë të famshëm për historinë e mekanikës dhe për herë të parë vën dyshim pikërisht këto koncepte mbi të cilat themelohet mekanika newtoniane. Sipas Mahut dhe sipas Berkeleyt, inercia e një trupi
vjen nga bashkëveprimi që ka ky trupi me shpërndarjen statistikore ose uniforme të yjeve ose galaktikave që ndodhen në univers. Deri tani ishin këto dy pikpamje, Newtoni dhe Mahu. Tani për të kaluar tek Einsteini dhe besoj po ndiqni me interes. Kaloj edhe një. Kjo ishte, jo, një para. Kjo ishte kova Newtonit. Kaloj tek e fundit? Okej. Tani, po thoshim, sipas Mahut, energjia e materjes vjen nga influenca e yjeve. Vështirësia e parimit Mahut qëndron në gjetjen e natyrës bashkëveprimit midis yjeve që janë me vite dritë larg nesh dhe materjes që ndodhet këtu. Cila është natyra e këtij bashkëveprimit? Si ka mundësi që materja që ndodhet këtu e ka inercinë prej këtij bashkëveprimit? Kjo sfidë u pranua nga Albert Einstein dhe ai e zgjidh nëpërmjet parimit të ekuivalencës. Einsteini pati intuitën që është e pamundur të dallohen forcat gravitacionale nga ato inerciale. Pra, ai e ngriti në parim eksperimentin e Galileut, në bazë të cilit nuk ekziston asnjë kriter që na lejon të dallojmë midis forcave gravitacionale dhe forcave inerciale. Në fakt, Einsteini e thot edhe në mënyrë më elegante, ai thot që forcat inerciale në origjinë janë forca gravitacionale. Pra, sipas Einsteinit, forcat inerciale nuk ekzistojnë, ka vetëm forca gravitacionale. Lind pyetja, përse forcat inerciale duhet të imitojnë kaq mirë forcat gravitacionale dhe ne nuk mundemi dot që t'i dallojmë ato? Forcat inerciale duhet të ushtrohen nga diçka. Dhe Einsteini, duke u bazuar tek Mahu, pranoi që ato ushtrohen nga yjet. Tani kjo çështje është pak problematike sepse ende sot nuk është e qartë influenca që kanë pasur idetë e Mahut tek Einsteini. Fillimisht Einsteini ishte shumë entuziast, i ka shkruar edhe një letër Mahut, duke i thënë që në teorinë e tij të relativitetit përgjithshëm ai kishte implementuar totalisht parimet e Mahut, por nga studimet më vëndshme që janë bërë, qëndrimi është më pak kaq absolut, është i dyfisht. Mendohet që po, Mahu ka pas një influencë tek Einsteini, por kjo është pika kryesore, teoria e relativitetit e përgjithshme e Einsteinit nuk pohon që çdo lëvizje është relative. Kjo është pikë shumë interesante, sepse sipas Mahut, me që vetiti inerciale të një materie vijnë nga bashkëveprimi që ka kjo me yjet, nëse do të kishim një univers bosh, pa asgjë, dhe do të kishim një kovë në këtë univers, nuk do të kishte kuptim as koncepti i rrotullimit. Jo më bashkëveprimi ose vetia inerciale që ka sipërfaqja e ujit ndaj kësaj hapësire. Sepse siç tham, nëse manin mend, në mekanikën newtoniane, edhe në një hapësirë boshe, kur rrotullohet kova lidhje me këtë hapësirë absolute boshe, krijohet forma konkave. Sipas Mahut, kjo nuk ka kuptim. Në një hapësirë totalisht boshe, nuk do kishte kuptim as koncepti i rrotullimit. Tani, pika interesante është këtu. Dhe për ta përmbyllur, çfarë mendon teoria speciale e relativitetit Einsteinit dhe gjithashtu teoria e përgjithshme në lidhje me eksperimentin e kovës? Në relativitet special, le ta themi që një parim relativiteti ka dy pika kryesore. Një është bashkësia e fenomeneve për të cilat vlen ky parim, dhe pika e dytë është klasa e observatorëve që vlen ky parim.
Në relativitetin special të Einsteinit, siç e dim, ai zgjeron klasën e fenomeneve. Pra, në postulatin e parë të teorisë speciale të relativitetit Einsteinit, jo vetëm ligjet mekanike, po të gjithë ligjet e fizikës janë invariant në sisteme inercial referimi. Në teorinë e përgjithshme të relativitetit, Einsteini zgjeron klasën e observatorëve, pra thotë që edhe për sistemet e referimit që janë në nxitim, ligjet e fizikës janë invariante. Tani, le të imagjinojmë kohën në një hapësirë 4-dimensionale të Minkowskit në relativitet special. Interesanti është që në relativitet special, hapësirë koha e Einsteinit 4-dimensionale luan të njëjtën rol të ngjashëm me hapësirën absolute të Newtonit. Pra, në relativitetin special, Einsteini është më afër Mahut, më afër Newtonit, se sa parimit Mahut. Pra, në relativitet special, një kovë që rrotullohet ndaj hapësirë kohës 4-dimensionale absolute, krijon formën konkave, sepse ne mund të masim vlera ndryshme shpejtësie, mund të masim intervale ndryshme kohe, por kombinimi i dyjave, hapësirë koha, kjo është absolute. Por nëse shkojmë në relativitetin e përgjithshëm, po, aty kova e Newtonit i ka vetit inerciale sepse bashkëvepron me materien që ndodhet në univers. Por problemi që ndodh këtu, në teorinë e relativitetit përgjithshëm, nëse nuk ka një fushë gravitacionale, ajo reduktohet në teorinë speciale të relativitetit. Kështu që çështja nuk është ende e zgjidhur, sepse nuk është e vërtetë siç interpretohet në mënyrë shumë të thjeshtë që sipas Einsteinit çdo lëvizje është relative, ka ende fizikanë që po merren me parimin e Mahut, me ristrukturimin e teorisë përgjithshme të relativitetit dhe ju falenderoj. Përshëndetje të gjithëve, nuk e dija nëse më dëgjoni, me konfirmim. Okej, ju falenderoj që më keni ftuar këtu për të prezantuar diçka në lidhje me profesor Artanin. Ju përshëndes gjithë, ju përshëndes maman dhe partnerës e jetës e profesor Artanit. Falenderoj profesor Mimozën për nismën dhe profesor Rudinën që më kontaktoi. Dhe sot do ju prezantoj se çfarë kam punuar gjatë doktoraturës time dhe lidhjen direkte ose indirekte që kam me profesor Artanin. Atëherë, puna ime gjatë doktoraturës quhet bashkëveprimi magnetoakustik për llogaritje kuantike. Dhe për ta ndarë problemin, le të fillojmë duke shpjeguar si fillim çfarë janë valët magnetike. Imagjinoni sikur keni një magnet në dorë dhe këtë magnetin mund ta zvoglojmë në dimensione shumë të vogla, në dimensione atomike ose subatomike. Dhe këtij magneti ne I vendosim një simbol të tillë që quhet dhe simboli I magnetizimit ose simboli I spinit. Për ta përfituar më thjesht valët magnetike, ne mund të themi që valët magnetike në një dimensionale janë edhe si zinxhiri një dimensional, të cilet mund t'i studiojmë zakonisht në materiale ferromagnetike. Këtu kemi një animim se çfarë janë valët magnetike, të cilat janë valë koherente dhe ndërveprojnë me atë ashtu quajtur ndërveprim të Heisenbergut. Dhe këto valë magnetike janë valë planare që kënaqin ekuacionin e Landau-Lifshicit I cili është këtu. Kur ne aplikojmë një fushë të jashtme, një fushë magnetike të jashtme B0 në këtë material ferromagnetik, ne përshtojmë atë çfarë quajmë relacioni dispersiv I valëve magnetike. Ne këtë relacion dispersiv ne mund t'i kontrollojmë, pra
mund të kontrollojmë në varësi të orientimit të fushës magnetike, siç është në një vijë të vazhdueshme fusha magnetike është perpendikulare me vektorin e valës dhe një mod tjetër të valve magnetike që kur është fusha magnetike paralele me vektorin e valës. Këto shumë mirë ne mund t'i kontrollojmë në valë magnetike dhe pjesa e dytë që do ju shpjegoj sot është pjesa e valve akustike, ku siç dihet zakonisht janë valë tërthore apo valë gjatësore, dhe këto valë ne i studiojmë zakonisht në materiale piezoelektrike. Materiale piezoelektrike quhen ato materiale që forcën elastike e kthejnë në forcë elektrike dhe anasjellës. Këtu është një simulim ose një animim ku në pikat zeza janë atomet në latis dhe vala akustike është gjatë orientimit X dhe këtu shohim që vala akustike mund të lëvizi atomet në latis. Këto valë janë valë planare dhe kënaqin ekuacionin e D'Alembertit. Relacioni dispersiv i valve akustike është i tillë, është i thjeshtë, është linear. Ndryshe nga valët magnetike ne nuk mund t'i ndajmë sipas orientimit, sepse valët magnetike nuk janë të ndjeshme ndaj fushës magnetike. Ne themi që valët magnetike dhe akustike bashkëveprojnë kur frekuenca dhe numri valor janë në rezonancë ose kryqëzohen. Pra në qarqe jeshil ne kemi bashkëveprimin magnetoakustik. Kjo është pak a shumë tema që doktoratura ime që bëra gjatë doktoraturës time dhe kjo është e përmbushur. Dhe në doktoraturën time, në qoftë se preferoni ta lexoni, unë propozoj bashkëveprimin magnetoakustik deri në teknologjitë IZG. Por një tjetër fenomen që është tepër i vështirë për t'u përftuar është fenomeni i Einstein-de-Haasit, ku quhet dhe bashkëveprimi magnetoakustik nëpërmjet shpejtësisë së fazës. Pra, në këtë relacion dispersiv, çdo pikë qëllimi është që çdo pikë e vijës jeshile të jetë në përputhshmëri me çdo pikë të vijës së zezë ose të vijës së ndërprerë. Aplikimet janë të shumtë, janë aplikime në pajisje me frekuencë në gram megahertz e terahertz. Këto mund të përdoren në filtra spin dhe në filtra kubite, dhe këto quhen dhe zakonisht grupe jo abeliane ose edhe në fushat Young-Mills që profesori Artani publikoi së fundmi dhe punoi shumë në fushat Young-Mills. Dhe një tjetër aplikim i këtij bashkëveprimit magnetoakustik është detektimi i materiës së errët. Qëllimi i sotëm në studimet pasdoktorale janë që unë të simuloj bashkëveprimin magnetoakustik për të studiuar kushtet që fenomeni i Einstein-de-Haasit vendos. Në fund do doja të ju tregoja ose të ju shfaq disa momente që kam pasur me profesor Artanin. Ky është një moment që kemi pasur është një event në ambasadën italiane në tetor të vitit 2018 dhe një moment të dytë ku ka qenë protesta studentore në dhjetor të 2018. Dhe së fundmi do doja të ju thoja një shprehje që profesor Artani gjithmonë thoshte, që të bësh fizikan duhet të të dhem kurrizi. Ju falenderoj. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Sergej Çele. Jam student i vitit të tretë të doktoraturës në Universitetin e Sorbonën në Institutin e Nanoshkencës Parisit.
Ju falenderoj shumë organizatorëve për ftesën, profesor Udinës, profesor Mimozës, përshëndes bashkëpunëtorën e profesor Artanit, familjarët, babaj, mamën. Është një nder për mua që të kem mundësinë që të flas ndaj disa mendime për profesorin, eksperiencën e time me të, dhe gjithashtu disa nga rezultatet e fundit të punimeve të mia të doktoraturës. Unë kam kryer studimet bachelor në Fakultetin e Shkencave Natyrës të Universitetit Tiranës dhe aty ka qenë qasja e parë me profesor Artanin. Dhe siç u tha në fillim në prezantimin e evenimentit, ai vërtet ka qenë një frymëzim për ne studentët, ka qenë një shembull, ka qenë një person motivues, i cili jo vetëm që dukej qartë që e zotronte mirë fizikën, ishte një fizikant shumë i zoti, por gjithashtu kishte talentin që ta transmetonte atë dhe ta përcjellte tek studentët e tij dhe t'i motivonte që t'i jepte shembullin e vazhdimit karrierës në kërkim shkencor dhe çfarë do të thotë të bësh kërkim shkencor. Gjatë kohës që kemi qenë student, ne kemi bërë një punim faktikisht me profesorin, një punim modest, dhe jo vetëm që ai na shtynte dhe na motivonte që punonin sa më fort, por gjithashtu na kërkoi edhe që këtë punim ta prezantonim pikërisht siç tha Flori në konferencën e tretë internacionale të LHC-s, ku normalisht kishim një prezantim si student bachelor, një prezantim shumë modest, por që faktikisht ishte kontakti i parë që unë kam pasur me atë qasjen akademike, me botën akademike dhe shkencore. Pas bachelorit, kam shkuar në Paris, ku kam kryer studimet e masterit në nanoshkencë dhe aktualisht vazhdoj tezën e doktoraturës në optikë dhe fizikën e lazerit. Dhe pikërisht do doja t'ju flisja pak për tezën dhe për arsye kohe do të fokusohem tek 6 muajt e fundit, pra tek pjesa e tretë e projektit, e cila ka të bëjë me ndërtimin dhe studimin e mikrolazerëve. Normalisht, në momentin që mendojmë për lazeret, pajisjet të cilat janë shumë të përdorshme sot, ato kanë mund prodhohen lehtësisht, por në momentin që kalojmë në pjesën mikro, atëherë situata e prodhimit komplikohet për shkak të përmasave shumë të vogla. Për të pasur një mikrolazer, duhet një mikrostrukturë optike, pra një rezonator optik i cili mund të mbajë dritën brenda tij dhe të kryejë rezonancë optike. Gjithashtu ajo që quhet gain media ose emetorët të dritës, të cilët do të vendosen dhe integrohen në këto mikrostruktura dhe së bashku ato do të prodhojnë ato që quhet mikrolazer. Për prodhimin e këtyre mikrostrukturave ne përdorim atë që quhet teknologjia litografi me 2 fotone, e cila nga nanoscrap, që është një pajisje që ngjan me një printer 3D, por në këtë rast për mikrostruktura. Kjo pajisje shaf që të kryejë struktura mikrometrike komplekse, po për ne ajo që është interes, në duhet që një mikrorezonator i cili përmban një simetri cilindrike, pra na duhet një simetri gjeometrike cilindrike, i ngritur në një piedestal. Pas fabrikimit, ne përdorim mikroskop elektronik për të bërë imazhërinë e këtyre strukturave dhe faktikisht mund të vërim që kemi një strukturë periodike dhe në mikrodisjet e rëna duket qartë forma në formën e të mikrodisjeve dhe në qoftë se bëjmë imazhërinë individuale, kemi një simetri cilindrike dhe muret të sheshta në pjesën anësore, të cilat janë shumë të rëndësishme për rezonancën optike të dritës. Pas fabrikimit, neve na duan ato që quhen pikat kuantike. Pikat kuantike janë emetor të dritës. Masia e tyre është kryesisht në 17 nanometra për ne dhe ato arrin që të përthithin dritën në dritë të bardhë janë të kuqe dhe përthithin dritën ultraviolet. Në spektrin e absorbimit dhe emetimit, ato përthithin në ultraviolet, domethënë nga pjesa 550 deri në ultraviolet dhe emetojnë në të kuqe. Dhe kjo i bën ata kandidat shumë të mirë në mënyrë që gjatë studimit të tyre ne mund të eksitojmë këto pika kuantike dhe të studiojmë emetimin dhe mund të shkëpusim këto dy fenomene nga njëra tjetra, gjë që është shumë e rëndësishme në pjesën optikës. Në përfundim, integrimi është diçka e tillë ku kemi mikrodisjet dhe pikat kuantike që ndodhen në sipërfaqe. Pasi përfundojmë me prozën, atëherë vendosim një mikroskop të modifikuar me 3 objektiva, ku objektivi i parë shërben për të eksituar strukturën,
një objektiv i dytë i vën pas pjesës strukturës shërben për të kryer imazhërinë. Në këtë mënyrë ne mund të vëzhgojmë se çfarë është rezultati dhe çfarë po ndodh, të kontrollojmë në mënyrë të drejtë për drejtë veprimtarinë. Dhe në pjesën anësore, për shkak se emetimi i këtyre mikrocilindrëve është planar, pra është përpingull me aksin Z të cilindrit, atëherë ne mund ta marrim pjesën e emetimit, ta përkusim nga lazeri dhe ta dërgojmë në spektrometër ku marrim spektrat e dritës. Ky është një spektër tipik i asaj që ne marrim kur në pjesën fillestare, pra në energji shumë të ulët eksitimi nga lazeri, ne kemi atë që quhet fluorescenca ose emisioni spontan. Dhe në pjesën e dytë është ajo ku thyet lineariteti i fluorescencës dhe fillon lineariteti i lazerave. Për në rastin e një mikrodisku me 2 mikrometër rreze, ne shikojmë që kemi piqet e rezonancës, të cilët janë periodik dhe ndër to vërej një pik i cili po merr një pjesë shumë të lartë madhe të energjisë dhe po rritet në mënyrë lineare, por më shumë se të tjerët. Dhe në qoftë se rrisim energjinë e eksitimit, ky pik merr hovin më të madh, pra merr pjesën më të madhe të energjisë dhe shkon dhe të tjerët rrinë në gjendjen e poshtme. Kjo është ajo që quhet mbizotrimi i emisionit të stimuluar krahasim me atë spontan. Dhe nëse e karakterizojmë, pra është pikërisht spektri që unë tregova më parë. Kohëve të fundit ne kemi marrë një spektër i cili nuk është shumë i zakonshëm për këto fenomene, ku shohim se pas linearitetit ne kemi një pjesë stabël dhe pikërisht jemi të interesuar tek studimi i kësaj pjese stabël, sepse nëse se shikojmë me vëmendje, në fillim, pra në pjesën ku sapo fillon të thyet lineariteti, kemi një pik qendror, si më parë, por sa më shumë rritet intensiteti, shikojmë që ky pik fillon të ndahet. Ndarja e këtij piku, pra sa më shumë rritet intensiteti, aq më i rëndësishëm bëhet ndarja, dhe kjo në literaturë është ajo që konsiderohet si bashkëveprim i fortë, i marrë edhe nga artikulli më poshtëm, ku diskutohet fakti i ndryshimit të një niveleve të energjetisë të gjendjes bazë në gjendjes eksituar, i cili krijon ato që quhen gjendjet e polaritonit. Ky është qëllimi im për pjesën e mbetur, pra për këto muajt e fundit të doktoraturës, dhe pra konkretisht kjo është puna ime. Gjatë këtyre studimeve, unë kam pasur gjithashtu rastin që të zhvilloj mësim dhe ka qenë pikërisht lënda optikës, dhe në momentin që më caktuar, kjo ka qenë lidhur normalisht ka qenë lidhur me pjesën e tezës që kam pasur që është në lidhje me optikën, dhe në momentin që më kanë thënë këtë gjëja e parë që mendova kanë qenë leksionet e profesorit, që pa diskutim duheshin rishikuar dhe në momentin që kam shkuar në klasë, gjëja e parë që kam menduar kam thënë, duhet mundohem që t'jap dhe të bëj një leksion, duhet t'jap një mësim ashtu siç e bënte profesor Artani. Duhet mundoj që t'imitoj dhe jem po aq saktë sa profesor Artani, gjë që normalisht ishte shumë e vështirë dhe pothuajse e pamundur. Dua t'ju falenderoj të gjithëve. Profesori për ne ka qenë një person jashtëzakonisht i rëndësishëm, sidomos pjesën akademike tonën, por edhe ashtu pjesën personale, një këshilltar jashtëzakonshëm, i cili na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë gjatë rrugtimit tonë. Ju falenderoj dhe i paruar që kujtimi profesor Artanit. Dashur miq të Artanit, të nderuar kolegë, unë si bashkë punëtor dhe mik i Artanit desha të sjell në nderim dhe në respekt të punës së tij, bazuar mbi propozimet dhe këmbgulin e tij që kërkimi të jetë përmbajtësor, që aktiviteti akademik të jetë transmetues eficient, kam përzgjedhur për të diskutuar sot disa elemente kryesisht përshkruese të aktivitetit të departamentit, që mendoj të paktën në gjykimin tim është në atë linjë që Artani e ka dashur, është investuar dhe ka realizuar në kohën kur ka punuar me ne.
Nuk është ndonjë e re të listojmë se aktiviteti i departamentit ka qenë gjithmonë në nivelin më të respektuar ndër vite, e kanë nisur profesorët tanë nga hiqi, nga zgjeja, kanë ndërtuar laboratore, kanë hartuar metodika, kanë realizuar tekste të shkëlqyera mësimore në shërbim të mësuesve, të studentëve, të kërkuesve shkencor, dhe kanë realizuar atë që për mua është më e vlefshmja, transmetimin eficient të dijeve duke arsimuar një plejad të tërë fizikantësh dhe arsimtarësh të fizikës. Një ndër evidencat që mund të nënvizojmë për këtë vazhdueshmëri dhe këtë eksperiencë shumë pozitive është fakti që të gjithë fizikantët që qoftë për arsye studimore apo për arsye të tjera janë larguar, ata kanë dëshmuar histori suksesi, janë barazuar me gjithë kolegët e tyre perëndimor dhe sot praktikisht nuk ka dallim mes tyre dhe kolegëve që punojnë në laboratora apo institute kërkimore universitete në përbot. Një ndër aspektet që mund të nënvizohet në këtë linjë është pasurimi i eksperiencës dhe i traditës së kërkimit nëpërmjet diversifikimit të fushave aktuale të kërkimit. Punimet praktikisht janë pasuruar sidomos me investimin e posaçe të profesor Artanit në ngritjen e grupit të fizikës llogaritëse dhe me pas të një laboratori të llogaritjeve. Sot aktualisht kjo eksperiencë dhe kjo përvojë është e bashkëngjitur me numër kërkimesh shumë eficiente të asaj linje. Kryesisht janë të bazuara punët dhe kërkimet pas grupeve mësimore kërkimore, por kanë ndërthurje, kanë pikpërerje dhe zona të përbashkëta. Praktikisht në grupin aktual të fizikës së përgjithshme janë të listuar një numër aktivitetesh kërkimore, kryesisht në analizë të dhënash, në matje, në monitorim mjedisore, studime parametrave të ndryshëm, mikroskopi, aplikatime të spektroskopisë apo spektrometrisë, studimin e gjurmëve, ndotësve e tjerë, aspektet e mësimdhënies në laboratore, përdorimin e kompjuterave e tjerë. Po kështu, në grupin e mësimor të biofizikës, përsëri gama e studimeve është shumë e gjerë dhe e pasur dhe në të dy aspektet, horizontalisht dhe vertikalisht, praktikisht kemi analizë të strukturave rrezatuese, kemi analizë të radionuklideve, kalibrim detektorësh, radioizotopësh, kemi punime shumë cilësore në fushën e gjumimit të gjeonotrineve, studime të radionuklideve dhe kështu me radhë në një numër aspektesh të tjera të matjeve dhe analizave të makromolekulave në struktura vivante dhe statistik apo biostatistik korresponduese me aktivitetet e secilit prej kolegëve që punojnë në ato fushë. Grupi mësimor kërkimor fizikë teorike ka gjithashtu një shtrirje vertikale dhe horizontale të konsiderueshme në punime, praktikisht ka punime dhe drejtohen kërkime në një seri fusha yjet bozonik, fusha skalare, lente gravitacionale, mikrolentet, shpërthimet gama, kemi punime të dhënave sinjale të procesuara të observatorëve të tjerë apo burime të tjera të dhënave, punime teorike të avancuar në vlerësimet e perturbimeve në astroobjekte, modelime dhe njësime për fluxin intergalaktik, e kështu me radhë, kemi punime dhe kërkime në rrësimet magnetike dhe përgjithëse në rrjetat termodinamikës, praktikisht kjo është një fushë që do ta ritheksoj në fund që është pikërisht merita e profesor Artanit, kemi analizë numerike të avancuar në simetri të rrjetore, simetria kiriale, pra rrëdhënimit majtas djathtas, këtyre simetrive, fermionet, në modeli i profesor Borici-Kreutz, vazhdojnë përsëri kolegët të punojnë në këto fusha shumë delikate dhe shumë të ngarkuara ose në llogaritje. Në grupin e materjes së kondensuar janë gjithashtu një numër kërkimesh serioze, si mos në modelet magnetike, dinamikën e sistemeve apo sistemet të
ndërdisciplinare, specie konkurruese, modelet geomagnetike, seri kohore, analizë e sistemeve biostacionare dhe sistemeve të paekulibruara, modelime të sistemeve të frustruar opionistik, sociofizike të zbatuar, modelim të nxënit, rrjetet botuesve, multifraktalitet, strukturat matje dy fishe nëpërmjet të strukturave multifraktale, sistemet komplekse, ekonomik të zbatuar, kemi spektrometri lazer dhe difraktometri të avancuar në evidencën e gjurmëve materiale, në studimin e artefakteve, si dhe zbatimet të tjera të sistemeve komplekse në rrjetat bulane, rrjetat gjenetike hormonale, si dhe aplikime në shkencat citologjike. Është e pashmangshme që të listojmë në mënyrë të përmbledhur punët dhe kontributet që kanë mbetur dhe vazhdojnë të na qoftë të na japin progres, por edhe të na shërbejnë si shtys të profesor Artanit, praktikisht dijes performative. Praktikisht janë prekur dhe janë bërë publikime në fushat që kanë qenë krejtësisht të reja, për përkusitan, si termodinamika dhe termodinamika financiare. Ato fillimisht kanë shërbyer si fytyrë, por më pas janë përdorur si argument që institucionet tona të përfshihen në aktivitetet të institucioneve prestigjioze si CERN-it. Po kështu teknika llogaritme dhe kapacitetet për ndërtimin e algoritmeve efektiv për zgjidhjen e problemeve janë thyer në nivel ekspertësh dhe praktikisht stafet tona, bashkëpunëtorët e Artanit dhe kolegët e tjerë, drejtojnë një numër të timesh të doktoraturash në këtë fusha. Duhet përmendur që është projekti i nisur 10 vjet më parë, ka profesor Artani për hapjen e një degë bachelor në modelit fizik informatik, kryesisht për të zbuluar mësuesinë e degëve elektronik dhe informatik në shkollat e mesme. Është realizuar si vjet me pak ndryshime në 2024 në laboratori i llogaritmeve që profesor Artani e pak ngritur nga e para, është pasuar me të njëjtin ide e pasuar më shumë në një qendër llogaritmike të praktikave të duke u bërë efektive pranë ndërvëranisit. Kto ka menduar për të listuar sot është shumë pak, është edhe për punën e profesor Artanit, për kontributin dhe për aktivitetin e departamentit tuaj, u investua, u formuar një herë si shkencëtar dhe pastaj u investua si mentori i profesionit një plejade përkusish, që sot praktikisht ndjen të nderuar bashkë me mua të telefonuar, si bashkëpunuar me përmirësimin. Përshëndetje. Prej disa kohësh në cilësinë e redaktorit po merrem me përgatitjen e një përmbledhje me artikuj publicistik shkencor dhe përmbledhje intervistash post mortem të akademikut të asociuar profesor Artan Boriçi. Në pjesën më të madhe të lëndës shkrimore të autorit kam pasur një raport të pashkëputshëm me konstatimin gati aksiomatik të filozofit Emil Cioran, i cili ka shkruar: shumë më përpara se të lindte fizika dhe psikologjia, dhimbja shpërbënte materjen dhe marazi shpirtin. Akademiku i asociuar Artan Boriçi, në përmbledhjen e vet publicistike në ardhje, është fizikan i rigoroz, por edhe qytetar i angazhuar, është profesor i skrupuloz, por edhe intelektual i aktiv në shprehje, është studiues i thellinave të pafundme, por edhe zëri mbi sipërfaqe, është autoritet i me dije dhe i dituri që nuk heq asnjë grim dorë nga fetaria për njohuri dhe sidomos për krahasim. Them është sepse respektoj qëndësinë e përhershme autoriale të tij në vëllimin që përgatisim, pavarësisht se shpirti i tij është namshim. Në këtë përmbledhje artikush, intervistash, refleksionesh dhe letra publike akademiku ka vokacionin dhe regjistrin e lartë intelektualit që i shkon si mishërim trokari i Senekës, jeto mes njerëzve si ti jesh para syve të Zotit dhe fol me Zotin si ti jesh duke dëgjuar nga njerëzit. Në 3 cikle artikush të vëllimit në ardhje, spikasin pesha e dijeve, njohurive, referencave dhe adresimeve autoritare që autori kishte si zotrim shkencor dhe intelektual, vetjak. A i mbarte ndërgjegjen e pacunguar, blerën e zërit që dëgjonte dhe dëgjoi prej njerëzve të shoqërisë së të diturve. Sepse intelektualisht, akademiku jetoi me marazin e zbrazjes mendore të shoqërisë sonë dhe sidomos të asaj publike shqiptare.
Publicistika e tij spikat jo vetëm për zhanret, kryesisht artikujt, polemikën, intervistat dhe opinionet, por edhe për refleksionet dhe epistolare që duhen vlerësuar për angazhimin intelektual të profesorit, për përjetimin qytetar dhe sidomos për ekspertin dhe dietarin e angazhuar. Një cikël shkrimesh për reformat e pretenduara në arsimin e lartë shqiptar në arkun kohor të 20 viteve të fundit deri në jetëndrimin e tij, përbën një doracak të cilësishëm idesh, krahasimesh dhe sidomos projektimesh të sistemit lartë arsimor shqiptar në kontekst krahasimtar me sisteme ndërkombëtare e kryesisht ato europiane. Ambicia e tij debatuese, mbartesi i brendit të teksteve për qasjen me modele dhe format më të sprovuara, mishronte ambicien për një arsim europianist shqiptar dhe sidomos të një universiteti shqiptar në tërësi që meritonte nivele të lartësishme rankimore nga sa përfaqësoi. Artikujt polemistik të tij për reformat dhe sistemin e arsimit lartë nuk karakterizohen nga fryma konstatuese, por nga qasja analitike, krahasimtare, nga kërkesa kualitative dhe sidomos prej referimit mbi përvoja dhe racionalitete arsimore shkencore që i njohu dhe i vërejti nga afër në praktikën e vet lektoruese dhe kërkimore shkencore, jo vetëm në Zvicër, Britani, Francë e tjerë. Përmbledhja e re autori mbart një cikël artikush për arsimin e lartë, një tjetër me artikuj për probleme dhe njohuri shkencore, një cikël si kontribut akademik tej mësimdhënies, si dhe një cikël intervistas të cilat përfshin dhe rolin e tij si intervistues në një intervistë të ndërprerë, pra të papërfunduar, me profesor Niko Thomon, një mentor të cilit i kushton edhe një tekst të virtytshëm eulogjik me pengun e mos përfundimit të intervistës së fundit të tij. Në ciklin e artikujve për çështjet e arsimit lartë, të botuara në të përditshmet më të rëndësishme të kësaj kohe, Shtypi shqiptar si Gazetat Shqip, Panorama, Gazeta Shqiptare, Korrieri e tjerë, tituj të tillë si për vazhdimin e traditës shqiptare në arsim, arsimi i lartë privat dhe kapja e shtetit. Përse Komision Penelopa, ligji i ri arsimit lartë dhe shansi i humbur i reformimit të universiteteve, pabarazia në reformën e arsimit lartë, pandershmëria politike ndaj arsimit lartë, si të pastrosh para me anë të ligjit të arsimit lartë, roli i bordit dhe proligji për arsimin e lartë, e të tjerë janë një opsion akademik dhe intelektual për orientimin e modelit të universitetit dhe në përgjithësi arsimit lartë shqiptar ka sistemi të nevojitshëm për një shoqëri të vogël dhe me kriza të thelluara. Janë artikuj në të cilat autori nuk ndan me lexuesit iluzionet, por drejt gjykimet për aspektet më kruciale të reformës së pretenduar arsimore në Shqipëri. Jo vetëm teorikisht, por mbi kriteret të rigorozitetit të cilësisë dhe historisë së arritjeve. I mëshon për lexuesit si kundër e vetë shkruan faktin që Shqipëria duhet që në reformë arsimore të shfrytëzojë të gjitha kapacitetet e shëndosha që duan me dëshirë të çojnë përpara idealet e rilindasve të mëdhenj. Ne duhet vazhdojmë në gjurmët e frashërit të famshmit manifest të tij, të Gurakuqit dhe drejtorit të parë të Normales, të Nolit, shqiptarit erudit të Harvardit e shumë të tjerëve. Të mëdhenj hodhën themelet të thella të një Shqipërie multifetare me të cilën kakariset politika e ditës përballë Europës. Ne duhet vazhdojmë me frymën e shkollës shqipe, të krijuar prej tyre e cila ka mbijetuar për 100 vjet, thekson në një ndër artikujt e vet referencial profesori. Në këtë vëllim në ardhje, akademiku i asociuar na ka lënë edhe publicistikën e vet politike. Në artikuj të tillë si Fundi i Republikës, pse nuk e duan vizitën e Ramës në Beograd, antarësimin në NATO si përgjegjësimë e shtuar rajonale, etnonacionalizmi i shekullit 20 përballë Europës së rajoneve, fundi i laicizmit turk dhe rreziku i shturjes europiane, nacionalizmi primitiv dhe vasaliteti i Tiranës, imara në kumarin Athinë-Tiranë, statusi mbikëqyrur e të tjera, janë pjesë e një fondi të shkëlqyer të publicistikës intelektuale që i referohet jo vetëm politikës aktuale të shoqërisë shqiptare, por në mënyrë të veçantë edhe diplomacisë preventive. Për të arsye, akademiku jon i parushëm shfaqet në lartësinë e një intelektuali të angazhuar, i cili e mishëron atë çka i quan fjalë për publikun dhe për bashkosit e vet si një fundament dhe materie të dijes për dije. Faleminderit, i paruar. Përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj duke filluar nga Akademia e Shkencave, falenderoj Fakultetin e Shkencave të Natyrës, dekanatin për gjithë të organizim,
falenderoj të gjithë pjesëmarrësit. Ju falenderoj të gjithë juve miq dhe shok që jeni të pranishëm në këtë konferencë të shkurtër në përkujtim dhe në një lloj festimi të ditëlindjes së 60 vjeç. Në fakt kisha përgatitur që të flisja mbi një temë shumë të preferuar të tanit, që është arsyet pse dikush duhet të bëhet fizikan. Pra 10 + 1 arsye pse dikush duhet të bëhet fizikan. Dhe unë ndërkohë që po dëgjoja të gjithë parafolësit, të cilët kanë bërë diskutime të shkëlqyera, të jashtëzakonshme, praktikisht nëpërmjet diskutimeve të tyre, ato i kanë renditur dhe i kanë thënë të gjithë arsyet, qoftë studentët, qoftë kolegët, dhe qoftë edhe Qipa me fjalën e tij e tregoi që në fund të fundit që të jesh fizikan apo të jesh një intelektual është shumë gjithëpërfshirës si term dhe kërkon që të jesh i angazhuar në të gjitha aspektet. Por megjithatë, nuk dua të qëndroj gjatë, por do them disa gjëra që ndoshta do të ishin në merak edhe të tanit. Arsyeja kryesore pse njeriu duhet bëhet fizikan sigurisht buron nga kurioziteti për të njohur gjithë këtë përsosmëri që na është dhënë, pra që është natyra, për të cilën Giulio foli shumë gjatë, për sa i takon hapësirës, për sa i takon edhe teorive për të kuptuar, duke filluar nga Newtoni, duke përfunduar tek Einsteini, apo për atë çka foli Moza në lidhje me planetet, egzoplanetet e reja që zbulohen ditë për ditë dhe në fund të fundit është një çështje e krizës së identitetit. Jemi ne të vetëm në këtë hapësirë apo jo? Dhe si krizë identiteti, gjithë kërkimet bëhen për të zgjidhur këtë çështje kaq madhore. Pra kjo është një nga arsyet kryesore e para që tani rendit në shkrimin e tij, 10 + 1 arsye pse të bëheni fizikan. Ky shkrim është në kuadër të kërkimeve që kemi bërë në kompjuterin e tanit, jo vetëm të shkrimeve që tani më janë botuar në gazeta, por edhe të reflektime të vetë atij në lidhje me ku qëndron profesioni i fizikanit në shoqëri momentalisht. Dhe si një shkrim për të frymëzuar të rinjt, për të vazhduar në rrugën e fizikës, sepse jo vetëm ka një mision madhor, siç është ai i edukimit, i arsimimit të brezave, por ka një mision për të përçuar më tej dijen dhe për të thelluar më tej dijen, pra është dhe pjesa e kërkimit, por nuk përfundon me kaq. Profesoresha Glantina përmendi që propozimi për temën e saj të doktoratës ka qenë përdorimi i ekuacioneve diferenciale me derivate të pjesshme në bursa, pra për të parë se çfarë roli ka në ekonomi fizika, dhe profesor Doda përmendi që ka një dek të tërë që merret ekonomifizika e zbatuar. Pa kaluar pastaj tek fusha të tjera që janë jashtëzakonisht të rëndësishme, siç është teknologjia e informacionit, ku padyshim fizikanët në pjesën më të madhe, gjëja më e thjeshtë për të konvertuar nga fizikan është të bëhen informaticien, matematika mbetet në piedestal, sepse në shkrimin e tij tani thotë ka 2 mënyra për t'u qasur matematikës, kur ajo të duket e vështirë, studio fizik sepse të duhet dhe të ta mësosh sepse është gjuha e fizikës. Kështu që kur i qasesh ndoshta drejt për drejt, duket shumë abstrakte, por kur i qasesh nëpërmjet zbatimit të saj në fizikë dhe jo vetëm, patjetër që të vjen ndoshta më thjesht për ta bërë një gjë tënde. Dhe sigurisht fitojnë të rinjt shumë aftësi duke studiuar fizik, duke filluar nga aftësia për të qenë sistematik, për të punuar në mënyrë të rregullt, por padyshim aftësia për të bërë analiza të kthjellta dhe janë një sër gjërash që besoj të gjithë pjesëmarrësit këtu i vunë re nga fizikanët që i demonstruan që i kanë këto cilësi
Dhe së fundmi dua thjesht të përmend një tematik tjetër që ka diskutuar tani në këtë shkrim është raporti i suksesit në jetë me të qenurit fizikan. Duke filluar nga fakti që a kemi ne si shoqëri një përkufizim mirëfillit të suksesit, e cila është gjithashtu mendoj unë në shoqërinë e sotme një çështje e ditës dhe që është kthyer me të vërtetë në një çështje të krizës së identitetit. Kush duhet të quhet i suksesshëm? Dhe sigurisht elaboron këtë lloj ideje në raport shumë të ngushtë të qenurit i suksesshëm dhe njëkohësisht fizikan. Dhe me profesoresh Mimozën disa ditë më parë kemi diskutuar dhe kemi përmendur një sër personalitetesh që njihen në mbar botën, por jo vetëm, duke filluar nga presidenti jon i Republikës, profesor Recep Medani, duke vazhduar tek Angela Merkel, e cila është gjithashtu një fizikane. Përmendëm Javier Solanën, këtu i ka përmendur edhe tani në shkrimin e tij, por njëkohësisht ai nuk ka lënë pa përmendur Elon Musk, i cili ka studiuar fizik në bachelor dhe që ka bërë një master në administrim biznesi. Dhe e dini se kush është, përveç kësaj, një nga kitaristët e një grupi shumë të njohur të rockut, i grupit Queens, vokalist Freddie Mercury, kitarist Brian May, ai është një astrofizikan i cili ushtron sot të gjithë ditën profesionin e tij dhe është njëkohësisht edhe doktor i shkencave dhe lektor në një nga universitetet e Londrës. Më duket është në King's College në Londër, i cili është një astrofizikan. Pa përmendur një sër kolegësh që ne e njohim këtu, por këto i solla thjesht si shembull që tani ka përmendur në artikullin e tij dhe që ndoshta kalojnë përtej dhe kufive tanë, sepse ne, siç thash, të gjithë parafolësit, por jo vetëm, kemi shembuj të jashtëzakonshëm që konfirmojnë përse dikush duhet të bëhet fizikan. Kështu që ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe ju ftoj të gjithë kështu siç jemi që të shkojmë dhe të ngrejmë një gotë me këtë rast. Faleminderit.